Këtë po flasëm. Se du të ketë një përgjithësi morale, politike, zëri Klosi. Unë po flasë për këtë të qarëm këtë çështje, pastaj padyshim i kthehemi dhe pyetjes tuaj. Pra, për sa i përket pezullimit, asnjëherë nuk ka ndodhur, asnjëherë. Zoti Krasniqi më afroi një rast nga vitet 2004, fillimi i viteve 2000. Unë vetë personalisht kam qenë një nga ato mandate që nuk u votuan në parlament. Ka qenë debate atëherë brenda Partisë Socialiste, jep dorëheqjen i ndjeri Bashkin Fino dhe Ilir Meta, kryeministri i kohës, më ngarkon mua me detyrën që kaloj ministri. Fakti që nuk u votua në parlament emri i ministrit të ri, nuk e shkarkoi nga detyra ministra vjetër. 5-6 muaj ka ndëtur ministria me ministër të ndjerin Bashkin Fino, kolegu tim të mrekullueshëm Bashkin Fino në detyrë, dhe unë që kisha dhe dekret në presidentit nuk shkova dot në detyrë. Kjo ka ndodhur pastaj edhe në rastin tjetër kur me Ilir Meta nuk votonte Fatos Nanon dhe ministrat rinin në detyrë, sepse kushtetuta të kërkon. Nga ministri në ministër nuk zëvendësohet dot. Kjo ndodhi dhe me rastin e zëvendësministrit të jashtëm që nuk u emërua ministër i jashtëm sepse Ilir Meta nuk pranoi të firmonte shkarkimin e zotit Ditmir Bushati dhe emërimin e zotit Cakaj, dhe Edi Rama mori vetë dekretin e ministrit të jashtëm dhe në detyrë pastaj menaxhonte zëvendësministrit Caka, pas dekretin e Ilir Metës. Pra, kjo është kronologjia. Një sekond. Kandidatin, do të se jemi korrekt. Sepse unë kushtetuta nuk lejon. Kushtetuta nuk lejon nga ministri në ministër. Jo ta sarë. Pezullimin së rëndësishme kjo gjë. Po. Parlamenti në atë kohë votoi shkarkimin e 4 ministrat, ata u larguan nga funksioni. Bëhet fjalë për gjë tjetër, jo për atë që përmendni në Bashkën Finon. Bëhet fjalë për 4 ministra që u shkarkuan nga parlamenti dhe ata dorëzuan detyrën dhe u shtruan 4 zëvendësministra për disa muaj funksionin. Kështu që praktikisht vendi ngeli me zëvendësministra. Dhe jo, shkarkohet, por detyrën e dorëzon kur emërohet ministri i ri. Absolutisht ata larguan nga funksioni njëri prej tyre dorëheqë qenë dhjetor dhe nuk u kthyma. Unë e di shumë mirë rastin, ka qenë rasti i disa ministrave që i brendshëm i mbrojtjes së bujqësisë e tjerë dhe jashtëm. Dhe ministri rin detyrë derisa vjen ministri i ri. Teorikisht po. Edhe kur shkarkohet. Edhe kur kalon dekreti i shkarkimit, pret dekretin e emërimit tjetër. Teorikisht. Pa e dorëzuar detyrën, nuk ikën ministri nga detyra. Po sa i takon përgjegjësive politike dhe morale. Përgjegjësive politike e kemi thënë disa herë dhe po ja them prapë. Për sa i përket reformës në drejtësi, ne e kemi thënë, do ta themi, e themi çdo ditë. Ne e kemi ndërtuar këtë reformë për të krijuar pikërisht këtë që po ndodh tani. Pra mos kemi asnjë kufizim për sa i përket hetimit dhe gjykimit të çështjeve që kanë të bëjnë me zyrtarët e lartë, që deri në para pak kohësh as nuk bëhej fjalë që të shkonte prokuroria ti hetonte ti, por ne kemi hequr këtë pjesë dhe Partia Socialiste e kam thënë ka prodhuar në 3 palë zgjedhje lokale 180 kryetarë bashkie. Ka prodhuar me 10 ministra. Ka prodhuar me qindra drejtorë të përgjithshëm, drejtorë që firmosin, bëjnë reforma, çojnë gjërat përpara. Dhe nga gjitha këto raste kemi patjetër raste që janë gjykuar, disa prej tyre dhe janë çuar në organet e vuajtjes dënimit, por Partia Socialiste është krenare që ka bërë këtë sistem. A kemi bërë punë? Padyshim kemi bërë shumë punë. A kemi bërë vepra publike? Padyshim kemi bërë vepra publike. A kemi bërë vepra penale? Po, një sekond pra. Dhe kur këto vepra publike, këto vendimarrje që cilat e kanë detyrë të hetohen, të hetohen, çdo gjë hetohet. Dhe kjo është dhe një mësim për gjithë ata administratorë të rinj që ta dinë që kur vjen një firmë, ajo firmë hetohet. Dhe tani padyshim a ka pasur që e kanë shkelur ligjin? Po ka që e kanë shkelur ligjin. Por kjo nuk ka cënuar atë çfarë Partia Socialiste ka. Po ju vetë zoti Klosi, çfarë komenti i bëni vetes kur shikoni lajmet që edhe një tjetër kryetar bashkie shkon drejt qelisë? Për shembull, i fundit ishte ai Rrogozhinës, tjetri shkoi përpara posaçme. Rasti i fundit i Rrogozhinës padyshim është një rast që tregon gjithë të fillin e logjikës që unë thash. Pra, një kryetar bashkie në detyrë, një kryetar bashkie në detyrë. Në telefon thot, nuk e di se një shprehje që as ka lidhje fare as me korrupsion asgjë, po për këtë punë drita, po tani e gjete i thot atij që jemi në zgjedhje. Dhe për këtë gjykohet. Nuk në ryri politika për një kryetar të zgjedhur të Partisë Socialiste, thoshë, ose mos e gjyko këtë. Nuk ndërhyri politika dhe thoshë mos e dëno këtë. Nuk ndërhyri politika thoshë unë mbajmë punë këtë edhe pse, po për një shprehje në telefon që ore tani e gjete, ai sot është në burg.
Dhe është shembulli më kuptim plot i kësaj që ne themi reforma në drejtësi është e paprekshme nga Partia Socialiste. Ne jemi garantët e vetëm. Po pse jepni këtë shembull edhe për zonjën zëvendës kryeministre? Po pse ta mendoni? Po ta jepni të njëjtin shembull. Kur ta ne po është procese time. Po këtë pjesën e parë të historisë që tregova është dhe më zonja Balluku. Pra është 100% procese time. Kur gjykata të marrë vendimet për Kaca, atëherë ne do mbajmë qëndrimet për Kaca. Tani pse mendoni juve në këtë panel që ajta të gjykojmë edhe ajta bëjmë gjyqin popullor? Po këtë kemi ndarë.